Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف اتقي نار جهنم ولو بشق تمرة. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Falënderimet dhe lavdërimet e çdo men që i takojnë vetëm të Madhit Allah Dhul Xhelal, Allahu Xheleshanuhu wa Xhella Xhelaluhu, i cili na begatoi me Islamin, i cili na begatoi me imanin, na begatoi me një pejgamber, me një yll, me një trëndafil, i cili mbiu në atë errërën e shkretëtirës së Arabisë, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, paqja, mëshira, bekimet e Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi ashabët, mbi tabiinët, mbi etbaj tabiinët, edhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, megjithëse edhe pak para ligjëratës u përmend a do të cekët pejgamberi alayhi salatu vesselam, apo rasti i mauludit, apo rasti i lindjes, apo rasti i ardhjes së Muhamedit alayhi salatu vesselam në këtë dynja. Unë përgjigja ime ishte kjo që nuk mund të tregohet ders pa u përmend Muhamedi alayhi salatu vesselam. Si mund të tregohet për Islamin pa u përmend vula e Islamit? Si mund të tregohet për pejgamberët pa u përmend Muhamedi alayhi salatu vesselam? Si mund të përmendet apo të tregohet për projektet e kësaj dynjaje pa u treguar apo pa u përmendur zëvendës projektuesi, mos them zëvend si Allahut, por ne të gjithë jemi zëvendësit e Zotit në tokë, Khalifetullahi fil ard. Jo në kuptimin e Zotit në tokë, por në kuptimin e atyre që do ta shfrytëzojnë këtë tokë, Allahu shanu neve na dha. Megjithatë, tema jon nuk është kjo. Tema jon është nëse e dëshiron xhennetin, përgjigju pronarit të tij. Kjo është tema e sonshme e jona. Para se të hi në temën e sonshme apo në temën e titulluar në këtë formë, unë me qëllim e zgjodha këtë temë sepse zaten dëshira e çdo muslimani i dashur vëlla musliman në këtë dynjë është të fitojë xhenetin. Ne të gjithë e duam xhenetin. Sinqerisht, të gjithë i duam gjërat e mira në këtë dynjë. Me pyetjet e fëmijën më të vogël, a do të shkosh në xhenet apo në xhehenem? Ai thotë, jo, në xhenetin e dua. Plakun i cili hek shpirt, ku do të shkosh bebri? Në xhenet do të shkoj. Grua, burri, fëmijën të madhin, smurin, shëndoshin, krejt duam të shkojmë në xhenet. Në fakt, kjo është projekti i kësaj dynjaje. Mirë, po kjo është vetëm si projekt ideor. Është projekt në ide, është projekt në fjalë, nuk është projekt në punë. Ajo që do të na shpijej inshallahu taala neve si musliman në xhenet, besoni që pa punë nuk do të shkohet në xhenet. Pa u pastruar në këtë dynjë nuk do të shkohet në xhenet. Një analist më kujtohet para vitin e kaluar kur u bë masakra e Arabias në Kairo. Inshallah Allahu gjithë shahid inshallah I ka pranuar. Kishte bën një analizë interesante e cila jo që më pëlqeu mua, por më duk si e logjikshme. Thonte kështu analisti musliman, jo i sisave, misave, këtyre jahudive që sundojnë tani Egjiptin. Thonte kështu, shikoni, gjatë gjithë Ramazanit, a protestuan protestuesit e Arabias? Ju të gjithë ne jemi ndjekës të rjedhave, gjithkundi në botë. Një fëmijë kur vritet, besoni që mua më ndjek shpirti, vallahi ladhim. Një fëmijë musliman kur pengohet, nëse nuk e ndjen kështu Islamin, nuk mund të jesh musliman I mirë.
Kudo që të jenë musliman, në cepin më të fundit të botës, siç ka thënë Abdurrahmani ditë, vallahi billahi, sikur ta di që për te këtij ujit, ende ishte fillimi i hyrjes së muslimanëve në Spanjë, sikur ta di që për te këtij deti ka hala vend, do shkoj ta shpërndaj fjalën Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Ky analisti musliman, çfarë analize bante për protestuesit e Arabias që shkuan gjithë shahid, 3.000 sa u vran, 5.000, Allahu alem, edhe sa janë duke u vrar. Nuk shkojnë kot të njerëz, besoni, mos u mërzitni. Këto janë krejt ke Allahu xhaleshanuhu xhaleshanuhu. Ha? Krejt janë bel ahyaun inda rabbihim yurzakun, te Allahu xhaleshanuhu. Ato janë të gjallë, ato furnizohen për momentin te Allahu xhaleshanuhu. Çdo njeri që vdes në rrugën e Zotit, pavarësisht në luftë, pavarësisht gjatë rrugës për në gurbet, është shahid, pavarësisht gjatë rrugës duke shkuar të kërkojë dituri, ai është shahid. Bel indahum inda rabbihim yurzakun. Ato furnizohen ke Zoti. Për shahidat nuk ka berzah. Unë gjep ata në një ligjërat, ditën e xumë, përmenda pak berzahun, jeta në Vareza. Favori më i madh i shahidit, ndëgjoj vllai dashur musliman, favori më i madh, se ne krejt, edhe unë personalisht nuk dua të rri shumë në Vareza. Edhe ju nuk doni, askush nuk don të rrim. E përmendi se do vdesim normal. Asaj rrugë jemi, ndash fregu, ndash mos u frek. Si dosh. Nuk duam të rrim, mirë po, për shahidat shiko Allahu xhaleshanu e ka thye teorinë e Einsteinit. E ka thënë teorinë e Newtonit, i ka thënë të gjitha teoritë fizike, edhe kimike, edhe biologjike, edhe gjeografike, gjitha thotë qëndrimi i shahidave në varr nuk ka. Po si dhe e bojë Allahu xhaleshanu këtë? Ai e bën? Ai e çon rruzullin tokësor të rrotullohet rreth diellit, punë e madhe, që bojë një shahidit, si do t'ja bojë thotë? Do t'ja bojë që momentin që vdes, për ato do kalojë procedura e ringjalljes me një herë, e dhënjes llogari me një herë, e daljes para Allahut me një herë, kantari Mizani më thash, matje e veprave, haket hukuket, kalimi i siratit, xhennet xhenem. Interesant. Prandaj thot, pika e parë e shahidit që bie në tokë, ai e shet xhenetin se ku do hy. Kjo analizë çfarë thot? Thot kështu. Thot Allahu xhaleshanuhu deshi të sprovoj muslimanët. Deshi të sprovoj. Mos mendo se xheneti në hoxhallarët edhe ne ndonjëherë teprojmë xhenet ose i shtejmë njerin hajde u kënaqem xhenet, pi xheneti kap në xhenem atë një ditë remuj, rini këtu me derset tona e kështu me radhë. Xheneti në fakt se tema ashtu, nëse dëshiron xhenetin, përgjigju ftesës së tij, përgjigju pronarit të tij, pronari në për një borxh të vogël në këtë dynjë. Çfarë themi? E themi në atë fjalën serbisht, nuk do ta përmendi këtu serbisht dhe përmendi shqip. Atë që e lutën, thët, diçka, mos e idhnot. Ju kujtohet e thonjë serbisht? Atë që e lutën, mos e idhnot. Në cilën e lusëm këtë dynjë? Allahu xhaleshanu. Në fakt, erdhëm në këtë dynjë atë ta lutim. Duam apo s'duam? Dikur, që ne as se dim asnjëherë se kur ka ndodhur kjo, por sipas Kuranit e dim që ende pa u jaratisur dynjaja, pa u krijuar ky glob, kjo dynjë, këto 7 kaqi dhe toka, Allahu na paska pyetur neve. Nes na kujtohet tani. Mirë po, diçka në zemrat tona aktivizohet që në gjuhën arabe quhet fitra. Ç'është fitra? Fitra është natyrshmëria e njeriut. Si që thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kullu mauludin yuledu ala al-fitra. Çdo fëmijë lindën në fitre, në natyrshmërinë, në originalitetin e tij si musliman. Qof fëmia ka lind në New Jersey, në Jeruzalem, ka lind në Gostivar, ka lind në Cape Town të Afrikës së Jugut, pavarësisht në cilën gjirë familjar të ketë lindur një fëmijë, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ky fëmijë lindën si musliman. Fa abawahu imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Pastaj prindërit e tij ose e bëjnë jehudi, ose e bëjnë nasrani, do me thonë krishter, ose çfarë? Ose e bëjnë mexhus, zjarputist ose adhurues të zjarrit. Kjo që ne në zemrat tona lindëm vazhdimisht, kjo tregon që ne në këtë dynjë kemi ardhur të i përgjigjemi pronarit të xhenetit.
në fakt. A don ta di sa do jesh banori i xhenetit? A do jesh banori i xhenemit? Matematikën si duhesh ta çesëm sonde, dërej ma gjatë di bëjmë sa punët tona deri në 12 natës, beso, prej ditës kur ke qenë adoleshent apo kur ke hyrë në bilik, deri sot ti e din veçmo në cilën rrugë ke duke shkuar, besoni. Neve do njerë nuk na vinë edhe mirë, edhe mos vinë mirë, edhe juve. Kumba e din, farë kumba, ju se dini punë e di, a ti e din, unë se di, e kështu me ra. Krejt në punë tona i dim. Edhe pse për ne, elhamdulillah, ka një favor. Favori me ma thë shfar. Është taubeja, istikfari, elhamdulillah. Në kone beni Israilve, shqyqit që s'kem jetu në atë ko, po e di shfar ka qenë dënimi. A desh bësh vetë vrasje për të të falë Allahu një gjinat matë. Po të hudhesh prej një shkambi të lartë. Allahu për të të falë një gjinat madh. Neve Allahu në ka dhënë tauben, istikfarin, në ka dhënë edhe ato që quhet parandales, mos hish në gjinahe, e cila quhet istikfar, se istikfar duhet themi stakfirullah, edhe kur zbëjmë gjinahe, pejgamberi Islam nuk bante gjinahe, po 100 herë në ditë të thonte stakfirullah. Kjo vlen kur nuk bën, kur nuk je duke bërë gjinahe, ndërsa taube është për çfarë? Kur e ke bën një gjina, elhamdulillah ne këtë kemi. Atëherë, ne kemi ardhur në këtë dinjë të i përgjigjemi pronarit, i cili është pronari i xhenetëve, i cili është Allahu xhaleshanu xhelejna. Mirë po, çfarë ka këtu në këtë rast? Duhet pastrim. Duhet të pastrohet shpirti, duhet të pastrohet niyetet, duhet të pastrohet trupi, duhet të pastrohet ajo egoja e keqe që është në brendin e shpirtit ton, duhet një herë për gjithmonë të dalë jashtë të vjellit, si të vjellit, duke lexuar Kur'an, duke bërë ibadet, duke qëndruar më shpesh edhe më gjatë në sejdë, ti edhe pronari i xhenetit, ato që nuk duhet ta hidhrosh deri në momentin kur ai do jetë i kënaqur. Kur është ai i kënaqur? Ti nuk e din kur është i kënaqur. Allahu me ti. Çfarë ka thënë Imam Ahmed ibn Hanbali? Kur do buzëqeshish ja o imam? Ka thënë unë do buzëqeshi kur do e shtik njënën kam në xhenet. Si do buzëqeshish? Si do buzëqeshish? Nuk them unë sonte, nuk them që ne ma pisonte dim shelim gojet, nuk buzëqeshim. Buzëqeshi janë sadaka sipas Islamit. Mirë, pe ka pas fjalën se nuk mund ta ngjej kënaqësinë e kësaj dynjaje në qoftë se ti një garancën më të vogël nuk e ke që e ke kënaq pronarin e xhenetit. Ka thonë, unë do kënaqem kur atë ditë që do të ashti njërën kam në xhenet. Si të ashti njërën kam, Allah nuk qetë ma për xheneti. Këtë mire ka, elhamdulillah. A i ka krejt mira, për neves në kovenojnë. Për xhenemi qetë, ama për xheneti nuk qetë. Elhamdulillah, shqiti Zotit. E qëfar, jemi të pastrimi. Kur themi të pastrimi i njerëjut, ne mund të arrijmë lloj-lloj filozofish, besoni. Bota ka, shkenca ka, çdo lëmi ka filozofinë e vet. Filozofia e kësaj, filozofia e asaj, shkenca e kësaj, shkenca e asaj. A be shkenca e Ebu Bekrit neve sot na duhet, besoni. Krejt shkenca që janë, Ebu Bekra s'ka. Krejt shkenca që janë, gjitha filozofitë që janë, Omera nuk ka. Mungojnë omerët, as të hoxhallarët, as të politikanët, as të krijetarët e partive, as të xhamati, as të përgjithësi flas, as kush mos ma marr për të madhe se edhe unë jam hoxh, edhe dikush është mësues, edhe dikush është politikan. Nuk kemi ne omerët na mungojnë, një dalet paktën. Se të pastrohen radhat e muslimanëve. Shkoni Allahu xhaleshanu është shumë i mëshirshëm, tamam. Ne ndonjëherë mund edhe stakfirullah, e them në thojza, mos e keq kuptoni, mund edhe të hidhnohesh, a be Zoti, ne themi i mëshirshëm, ja tsunami në Sri Lanka atje apo në Indonezi, 120.000 njerëz mori për çfarë? Për 5 minuta ose 10 minuta ose 25 minuta sa zgjati ajo. Ato ke Zoti janë ndryshe. Ne koncepti jonë dhe i vdekjes është shumë i ftohet. Tepër është i ftohet, edhe ne kemi tjera ide dhe tjera definicione lidhje me të kaluarit e shpirtit nga trupi jonë ke Zoti. Ke Zoti, me ditë sa mirë ke Zoti, tash do dëshim të shkojmë ke Zoti vallahi. Me ditë sa mirë, a ke qenë ti s'kam qenë, Kurani na tregon. Po ke i dashuri, a mund të jesh keq ke i dashuri? A mund të jesh keq ke ai që të ka çuni fthes? Je i thirrur familjarisht vishte unë. Në qosht vend kretë vendit atje. Bojrëm. E ketë rezervon më vendi për ti. Ku? Në Dubai. Qfar hoteli? Me 8 ije. Edha që dhe jesh keq? Pa mund që jesh keq ke Zoti? Pës mund që jesh keq? E po pse frigemi që këmë ke Zoti? Frigemi sepse nuk kemi disa gjëra të qartë. Qfar nuk kemi qartë? Rruga për te Zotit e ne është hala e mjegull, besoni. Rruga për te Zoti. Ka dietarët libër kanë shkruar et tariku ila Allah.
tariku ila Allah, rruga për ke Zoti. Ne mendojmë se është namazi ai që na çon ke Zoti, po, në don që të jesh më afër Zotit, të folish me Allahun, lexo Kur'an, të jesh, të bisedosh me Zotin, bjer në sejdë ose qëndron në sejdë. Mirë po, nuk është vetëm kjo. Pastrimi general i trupit nuk bëhet përmes namazit. La'allahu yazakka, dikun përmendet Kur'an. Kad aflaha man tazakka. Në Kur'an përmendet kështu, ka shpëtuar kush? Allahu na thot neve kush ka shpëtuar? Kush do shkojë në xhenet? Thot ka shpëtuar vetëm ai që është pastruar. Shikoni. Ai do shkojë në xhenet, ai që është pastruar. Me raste tjera, ma salakakum fi sakar, ka jetë tjetër thot, kur melekët do t'i pyesin banorët e xhehenemit, kur do t'i sillin në xhehenem, se xhehenemi do të sillen në xhehenem, me ato grepat, nuk e di ku do i kapin, a për fiti, a për qafe, a për hunda, a për veshje, mirë po, do të sillen në xhehenem, thot. Nuk do shkoni vetë. Ashtu siç nuk do të shkojmë vetë në xhenet. Sepse për xhenetlit është nder të çuhet dikush, kur shkon dikun mysafir, dikush shoqëron, është nder shumë i madh. Neve inshallah na shoqërofshin melekët për në xhenet gjithëve inshallah. Në xhenetët do të shoqëroheni. Ama edhe në xhehenem do shoqëroheni. Mirë po, shoqëruesi për në xhehenem do të jetë çfarë? Ato që do t'i çojnë zvar për fytyre. Edhe në të dyert e xhehenemit disa melek do shohin musliman. Muhammed, Hasan, Hisen, Hajdar, ku e di une, e shtë më radhë. Ju të çfarë bani këtu? Ma se leke kun fi sakar? Ju be çfarë bani? Ju ishi umeti Muhammed a.s. Çfarë bani ju në xhenem? Çfarë thot? Ma se leke kun fi sakar. Zotin arrujt. Çfarë ju solli në sekar? Sekari është emër xhehenemi. Xhehenemi ka lloj emrash. Mbi 25 emra ka. Xhehenemi. Sekar është ai që i nxjin fytyrat nga zjarri. Prandaj ka marrë emrin edhe sakar. Arabët sakar i thonë edhe shqiponjës. Shqiponja ka disa emra, përmes atyre që shkatron mishin, që copton mishin, lëkurën e trupit. Ma se leke kun fi sakar, çfarë ju solli juve në xhenem? Përgjigje e xhenemlive, di cila do të jetë? Lem neku minel musallin. Nuk ishim për atyre që faleshin. Nuk ishim për atyre që faleshin. Namazi që nga problemi kryesor. Diçosh që kemi pastrim edhe namaz. Për shku në xhenet. Digjëra, për mos me idhru Allahun xhaleshanu. Lem neku minel musallin. Sa njerëz do të kenë dëshirë vallahi ta vënë kokën në sejdë ditën e Kiametit, nuk do të mundën. Nuk do të mundën hiç. Allahu thot, ata do të thirren të bëjnë sejdë, por nuk do munden. Kurizi këtu, në këtë dynjë thehet, kur bjen në ruku, thehet kurizi. Edhe për në ruku, edhe për sejdë. Në ditën e Kiametit, biologjin nuk e njeh Allahu. Kurizi i këtyre njerëzve nuk do thehet. Për sejdë nuk do thehet. Fela yastati'un. Kur do thirren bëjnë sejdë, fela yastati'un, nuk do munden. Interesant. Allah thot, hajde bëni sejdë, ju që zbot sejdë në dynjë. Bëni sejdë tash. Ato do mundohen të bëjnë sejdë edhe me sallta të shkojnë sejdë, ama s'do munden. Pse se kur o desh të bëjnë sejdë, nuk kanë bën sejdë. Ta njohën krijuesin e tyre. Se njeriu për me sejdë, shikoni, edhe me psikologji, edhe me pedagogji, nuk ka thonë kot pejgamberi alayhis salatu wasalam, mos i rrihni fëmijët tuaj në fytyrë. Mos u bini fytyrë me shpull. Pse? Sepse ai fëmijë pastaj e humb vetbesimin. Pse? Fytyra është ajo që ne themi s'pas ka fytyrë filani. Nuk themi s'ka bekame, s'ka bark, s'ka krah, s'ka fytyrë. Balli çfarë është? Balli është ajo krenaria më e madhe e njeriut. Ajo pika kulminante e karakterit të një personi, një individi është balli. Ti këtë ball në këtë dynjë e vjen në sejdë. I thua o Zot, ja qenja ime komplet, bashkë me ballin që është kulmi kësaj qenjes time, ja të ra në sejdë. Çfarë thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, djalli i Hazreti Omerit, që më pëlqen jashtëzakonisht. Thot kështu, vallahi thot, sikur ta di dikush të më lajmëroj, të më tregoj që Allahu ta ka pranuar një sejdë, unë tash do i bëj Allahut lutje të ma marrë shpirtin. Ç'kuj ke Zoti? Një sejdë. Me që jeni sigur që Zoti më ka pranuar një sejdë,
Ne sham së glam, ne kitë, Zoti ka bëllë kitë komplet, namazin, garant ke poshtë. Një sejdë thot, shikoni, njerëzit sa skeptik në kuptimin, ama kjo është vrapim pas madhështisë së Zotit, Allahu shumë i madh. Allahu krijuesi i qiejve dhe i tokës do mirret me ty dhe me mua. Po mirret valla. Interesant që është i madh Zoti. Ai me gjithçka mirret. Ati nuk i hikën asgjë hiç. Çdo gjë ka në kontroll, interesant. Çdo gjë, yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Ati i bën sejdë çfarë ka në qiej edhe në tokë. Nuk thot në tokë kështu mbi tokë. Wa ma fi, arabisht fi, pjesa fi që tregon vendin, është ndaj folje, në brendi, thot, në brendi të tokës, edhe në brenda, ato krejt insekte që janë brenda tokës, edhe ato i bëjnë sejdë Allahut vallahi. Çdo insekt, çdo shpend, çdo kafsh, çdo krijesë tjetër, qofshim ne si njerëz, qofshin xhinë, melekët mos bisedojmë, krijesa tjera dhe. Në gjitha në format e tyre i bëjnë sejdë Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Në format. Walakin thot Allahu xhaleshanu, la tafqahuna tasbihahum. Ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre, se si i bëjnë sejdë ato Zotit. Interesant. Kreti bëjnë sejdë. Problemi kryesor, jo që Zoti ka me ata, por problemi kryesor mbi faqen e dheut jemi ne. Njeri është interesant. Shpenzët duke fluturuar i bëjnë sejdë Allahut. Krejt namazet i bëjnë. Asi namaz nuk u hikën shpenzëve. Bretkosa mat guakmakun e veç e ban, sa ban drek mbrëmje në akşam, ai gjeli ose qeni ose diçka tjetër, krejt e bëjnë namazin e tyre, njeriu problem. Problem pse? Do të fitojsh, do të hash, do të shkosh në Itali, do të shkosh në Gjermani. Po ti nuk e ke vallahi, nuk e ke ma problem se një shpend. Ai do të fluturoje me qindra kilometra në ditë, apo një blet me qindra dhe me mira kilometra në ditë për ta fituar atë nektarin, për ta pasuruar atë mjaltin ose për të gjetur ato insektet, të i çojë ato zogjt e vet. Edhe asaj Allahu ka mundësi ti ushqej edhe ato. Hiç më fluturojnë ato, ti bojnë ato vesë të tyre, ti lanë ati, edhe Allahu a bi ushqimin. Jo, ka thonë, do fluturoni dhe e gjeni ushqimin, qëto krijesa që kanë emri njeri, të të regoni që edhe me punë, vrinjet mund të adhorohet Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Jemi të vetmit që e hidhrojmë pronarin e xhenetit. Çfarë thot analisti kryesor që e fillova ligjëratën time? Njerëzit duhet të pastrohen. E ka si bas Kur'anin e ka. Çfarë? Kad efleha men tezekka, do të shpëtojnë ata që u pastruan. Definitivisht. Jënë të shpëtuar. Fjala pjesë za kad, mos hinë shumë në të gramatikën e gjuhës arabe, por kad, Allahu gjithkundi, edhe pse nuk e dini arabishtën, u alon si emanet sonte. Kur të lexoni Kur'an, ku do e shihni fjalën kad, janë dy germa, kafi edhe dali. Kad. Kur Allahu shprehet me kad, është një çështje e krye definitive. Do me thonë, nuk ka çështje alternative, që mundet edhe s'mundet. Allahu kur thot kad, edhe është krye, thot, kad efleha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. O dhe sos puna. Pastaj i tregon kush janë besimtarët, mund të shohim edhe sonte kush janë besimtarët e vërtet. Andë këtë rastin ton, të ligjëratës tonë të mbrëmshme, thot kad efleha men tezekka, thot Allahu xhaleshanu, ka shpëtuar ai që është pastruar. Allahu banorët protestues të Rabjas i çoi të pastrohen një muj ditë. Në qoftë si ju kujtohet, në qoftë si i keni ndjekur ngjarjet, një muj ditë. Iftarin, sifirin, namazet, teravit i falnin në shesh. Agjeronin në shesh. Edhe më në fund, interesant, ne ndonjëherë mund edhe të hidhrohemi me mendimin tonë, interesant me Zoti, ja, gjithë këtë mund që edhan protestuan, u falën, agjeruan, bile disa hoxhollare dhe mbanin edhe ligjërat, aty i kam ndjek direkt, i kemi parë, edhe më në fund, çfarë ndodhi? I vranë krejt. Krejt i vranë. Shkoni, faraon Lloki përsëritet, ta mbani mend. Ajo që është thënë dikur më para, historia përsëritet. Kjo është faraonizëm. Dhe muslimanëve çdo herë janë përgatitur plane famkeqe, edhe përgatitur vazhdimisht. Por Allahu xhaleshanu thot i shkatron kurthet e tyre. Ato bëjnë kurthe. Po jam Muhamedi alayhis salam i bën kurthe ja kujt.
Muhammedit alayhis salatu wasalam, që ne këto ditë jemi duke e përkujtuar lindjen e Muhammedit alayhis salatu wasalam, të ishte gjallë ose sikur të kthehej, ne do hikshim me siguri. Unë nuk e di, unë s'u di çfarë para, për tjerët s'u garantoj. Festojmë lindjen, nuk jam kundër festimit të lindjes. Festa u bofshin gjithmonë te muslimanët. Amo festa kur bëhet? Ato që punojnë në Gjermani, në Austri, në Zvicër, kur bën fest shefi? Kur i del bilanci super i del në fund vitit. Edhe bërëm 13 në rrogë. Ja, e ka sjellë, i kanë merituar punëtorët, i ka shku super ka dalë plus, firma është neve, a e meritojmë si umet të marrëm rrogën e 13 si umeti Muhammed alayhis salatu wasalam. Jo rrogën e 13, ne janarin se meritojmë përgjithësi. Rrugën e parë, së në marëm. Si mbas asaj që kërkon Muhammedi alayhis salatu wasalam. Sot festohet gjithë kundi, kur lihet diçka që është më e rëndësishme, atëherë mbetëm me çfarë? Me gjërat shumë të imta do mira. Hajde urim me festën, urim me gjithë në kot inshallah. Amen. A është kjo që e kërkon Muhammedi alayhis salatu wasalam prej nesh? Është? Nuk është kjo. Çfarë kërkon ai prej nesh? Tha, në qofë se unë kum vdekur, apo në qofë se ai ka vdekur, si që ta Ebu Bekri radiallahu anhu, ai nuk kalan Kur'anin. Në qofë se keni besu Muhammedin, Muhammedi ka vdek. Në qofë se keni besu Allahun, Allahu është i gjallë dhe nuk deskur, dhe Muhammedi kalan Kur'anin dhe kalan sunetin e tij. Kad efleha men te zekja, ka shpëtuar, ai që është pastruar. Vetëm ata kanë shpëtuar. Ma se leke kun fi sakar, qëfar ju solli në xhenem thot? Juve ju solli në xhenem, neve na solli në xhenem, lem neku minel musallin, çështja kryesore është e muslimanëve sot, pastrimi dhe namazi, për mos me idhru Allahun xhaleshanuhu xhelalu. Janë çështje shumë të rëndësishme. Janë dy elemente, jo nuk është mendimi im, në fakt realiteti i çdo muslimani është që duhet të jetë namazi dhe të pastruarit e vetvetes dhe egos tonë dhe personalitetit tonë nga çdo e ligë që Allahu hidhrohet. Në qoftë se e hidhron Allahu me ligështi dhe ligësi tuaja, kot edhe që falesh, besoni kota që falesh. Allahun e madhrojnë miliarda, ku e di, ndoshta gaboj kur them miliarda. Allahun e madhrojnë çka ka në qiell dhe në tokë. E madhërimi im edhe i yti, në qofë se bëhet me mungesën e këtij elementit të pastrimit, do me thonë nuk jemi të pastruar, vetëm Allahun e madhërojmë. Një palë të spit 2 kilometre gjatë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, vetëm këtë, 5 ka namaz, tamam, elhamdulillah që i falim, Allahu na shtov dëshirën për namaz, mirë po, aktivitetet tjera për këtë fe, ku janë? Kjo është pastrimi tani. Kjo, sepse besoni që Allahu për çdo njërin prej nesh ka nga një projekt. Mos haro. Allahu kur na solli në këtë dynjë, me mu ka projekt. Ai realizon një projekt përmes meje. Përmes teje realizon një projekt. Përmes këtij realizon një projekt. Përmes atij realizon Allahu një projekt. Mirë ai që mbet pa projekt në dorë. Bërëm e ke projektin. Ti je gurbeqari mirë, po, ti do ndihmosh 5 student. U sa spuna? Po hoxha pak si tepër. A do të pastrohesh? Kjo është pastrim. Çfarë? Ne gjithë ditën flasim për Islamin, gjithë ditën flasim për namazin, gjithë ditën flasim për zeqatin, gjithë ditën flasim për një xhenet, që thot pejgamberi alayhis salam, një mindil në xhenet, mindil për fshi dorët në xhenet, është më i mirë, më i shtrenjtë se sa dinjoja çka ka edhe brenda saj çka ka. Dinjon tash jasim komplet. Çfarë ka brenda? Me Altonin e Amerikës, me Altonin e Francës, me arin e Rusisë, me krejta çka ka dinjoja. Një mindil xheneti sunë paguajnë krejt kjo pasuri kësaj dinjoje. Ne këtë duam edhe mos sakrifikojmë asgjë për Allahun xhaleshanu. E nuk mundet vallahi. Realizo projektin tënd. Realizo. Si student je i mirë, bojrëm. I ke 5 nxënës, 5 studentë tjerë që janë të dobët në informatik, mësova informatikën. Kjo është projekti i Allahut për ti. Edhe me këtë fiton xhenetin, beso. Xhenet është kjo. Ai thot, me një largim të një pengese në gur mund ta fitoj xhenetin. Xheneti ja sa i thjeshtë, sa i lirë bëhet kur ti punët i bën për Allah. Je i lidhur me Zotin, shko. Allahu kënaqet kur ti vazhdimisht ngjek prospektin dhe projektin që ai ta ka dhënë. Edhe nuk del një mur me bën shtremët gjermanit ta prishin. Komplet ndërtesë mund ta prishje. Katin e parë shkon. Një tull ta vendoj shtremët. Me krejt tullat ndoshta i kemi shtremët, prandaj nuk na shkojnë punët mirë. Ndriç e prishje, kalaja, rozafës në e bo, punët tonë.
Prishet në mëngjes. Pse prishet? Ose njeti nuk është i mirë, ose materiali është falc, ose ne jemi falco, ose brendia e trupit tonë dhe veshjeve tonë dhe ushqimi që ne e ham dhe e konsumojmë është diçka haram, nuk e di, kryesore nuk shkon mirë. Nuk shkon mirë. Pse? Po dikush mund të, jo xhollarët nuk ngraj pak punoni. Tamam punon. Çdo kush është hoç në familjen e tij. Çdo kush është pejgamber në familjen e tij, besoni. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, Allahu shiko projekti çfarë projekti realizoi Allahu në Mekë. Ja projekti Allahut në Mekë. Përmes kujt? Përmes një personi që lindi para 14 shekujve, emrin e kish Muhammed. Lindi pa bab, do me thonë diç baba i tij ende pa e pa birin e tij. Pastaj edhe nana moshën kur ai ishte 6 vjeç, edhe ajo shkoi vdiq. Përmes një jetimi në Mekë realizoi një projekt global Allahu, i cili ende emri i tij i nderuar i Muhamedit alayhis salatu wasalam përmendet sot edhe deri në ditën e Kiametit do përmendet. Pse? E bëri vet kikët. Ai ishte hoç, nuk ishte. A kishte hoxhallar u kolla? Nuk ishte vallahi. Amon çfarë duhet kesh? Ja projekti i Zotit, shkoni. Një Muhammed, një Khadije, kjo projekti i parë. First lesson si tonë. Një Muhammed, një Khadije, një Ebu Bekër, do me thonë mësuesit tash i shohim nxënësit cilët janë. Është një grua fisnike dhe besnike, që e para tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ke kujdes, dikush mund të thotë hoxha normal që ajo gruaja e pejgamberit ka qenë. Edhe gruaja e Lutit ish gruaja e pejgamberit, po shkojnë në xhenem, shkoj. Mos haro. Edhe gruaja e Nuhit ish gruaja e pejgamberit, po shkojnë në xhenem. Më thonë, Allahu realizoi një projekt global, i cili do vazhdoj deri në Kiamet përmes kujt? Përmes këtyre personave. Muhammed, Khadije, Ebu Bekër, kjo është shumë e rëndësishme. Këto janë antarët e familjes tënde dhe time, shikoni. Prandaj nuk përmend historinë se çfarë ndodhi dhe si erdhi shpallje. Jo, s'kam ndërmend të hinj aty. Të shohim se si njerëzimi e realizoi projektin e Allahu xhaleshanu. Edhe përmes një fëmijë simbolikisht, i cili ishte 9 vjeçar, historian unanimisht thuan që ka qenë 9 vjeçar, ai njeri e ka pas emrin Ali. Më vonë Hazreti Aliu radiallahu anhu. Shikoni, kjo është një familje. 4 veta, hiç më tepër. Kjo është projekti i Allahu xhaleshanu me të cilin e filloi ndërtimin e kalas e cila quhet sot Islam. Kështu filloi. Aman, çfarë? Muhamedi alayhis salam kjo është pejgamber i paprekshëm, në kuptimin e asaj, në kuptimin e sinqeritetit të tij. Do me thonë, nuk mund të dishohat. E la komplet trupin e tij, shpirtin e tij, jetën e tij, energjinë e tij për Allahun xhaleshanu wa xhelalu. Mirë po, kish një Ebu Bekër që nuk ishte hoç. Një Ebu Bekër që Allahu në Kur'an e përmendën pa emër. Koni, pa emër. Ebu Bekrit si përmendet emrin në Kur'an askundi hiç. Në një mur të vogël dhe e bëjmë një qeshëm të vogël, atë emrin dhe vini ke qoshi e këto mjedis. Me vu ke qoshi dhe shohën vetëm këto që i vejnë këndi. Me vu mjedis dhe shohën vetëm këto që i vejnë drit, emrin e ta që i ka bëhën. Allahu thët nuk e përmendë, emrin e Muhammedit alayhis salam e përmendën 5 herë. Emrin e Muhammedit 5 herë e përmendën. Ma shumë faraonin e përmendën sa Muhammedit alayhis salam. Po, e vërtet është. Faraonin ma shumë e përmendën sa Muhammedit alayhis salam. Ama faraonin e përmendën për në xhenem e përmendën, mos haro. Një Ebu Bekër që se përmendën, e përmendën vetëm indirekt. Ja si e përmendën. Estaidu billah bismillah. Dhe qëtu, thani ithnejni idhuma fil gari. Thani ithnejni. Ata di. Ja kush janë njerëzit që përgatitën për në xhenet, që nuk e hidhrojnë pronarin e tyre. Ishin di, thani ithnejni, ishin di kur ata ishin të shpella. Ju kujtoha të shpella? Të cila shpell? Të shpella Theur. Është shpella në të cilën pejgamberi alayhis salatu wasalam mshef 3 ditë qëndroi aty. Thani ithnejni idhuma fil gari. Allahu dhe pejgamberit vetë i jep izet, shkoni. Më dashmit vetë. Habib Allah e ka thujt, shko. Ne duam më herë të shkojmë në xhenet, pikë këto ditë në xhenet. Pin çejtore në xhenet. Pejgamberin e vetë se ka desht. Nuk ka definicion se ka desht Zoti pejgamberi në Islam. Ja se ka desht. I pari është që do hijë në xhenet. Kjo është se e donë Allah pejgamberin. I pari është mbas Hazreti Ibrahimit në Kiamet, jam të fol. Në ditën e Kiametit të njerëzimi do të dalë 50.000 vjet do të qëndroj para Allahut në kam të zhveshur cullak.
lakuriq. Po, hadithi është autentik edhe i saktë. Lakuriq në kam para Allahut 50.000 vjet. I ka thënë Aisha radiallahu anha, ja Resulullah, po a nuk është turp, a nuk e shikojmë auretin e njëri tjetrit? Thot, o Aisha, askush nuk do të ketë dertin ta shikoj auretin e tjetërkujt. Pse gajlja është shumë e madhe, si do dilet para Allahut xhaleshanu wa xhelalu. 50.000 vjet lakuriq para Allahut. I pari që do veshët, do sillen edhe këmishat, pastaj. Do të sillen këmishat për të vesh. Krejt banorët e mahsherit do veshen. Krejt do veshen. Asnjë s'mbet pa vesh. I pari që do të vishet, që do t'i vishet këmisha, kush është? Është Ibrahimi a.s. I dyti është Muhamedi a.s. Pastaj vin krejt umetet tjerë. Nuk thot umeti jem, apo umeti i Musës, apo i Isës. Por të gjithë njerëzimi do të veshet. Ja se e ka desh Allahu. Pastaj, i pari është që do të qëndroj në derën e xhenetit, askuj nuk do i qilet kujt. Muhamedit a.s. Në këtë rast, e shohim ja gjithë këto favore Allahu që e ka bërë Muhamedit a.s. Mirë, këto çfarë kanë bërë? Këto kanë sakrifikuar jetën e tyre. Don ta dish i dashur vëlla musliman. Udhaj zet që mos ta jepnojnë pronarin e xhenetit. Po i zeti dha pejgamberit a.s. Çfarë? Ebu Gjehli vazhdimisht hapte gropa. Ebu Lehebi u thafshin duart atij dhe gruas së tij. Hudhnin fera, mos shkojnë në Qabe. Jo vetëm fera, por edhe ato mbeturinat e nevojtarëve i hudhnin që ai ti përli teshat. Muhamedi a.s. që duke ditur që me teshat të përlira nuk mund të falet për Allahut, edhe këtë e banin. I hipnin zet. E mundonin pejgamberin a.s. Pse mundonin? Allahu a thua nuk kishte mundësi që mos e mundonin paktën ata. Ebu Bekri ndasht. Por paktën Muhamedi a.s. Jo. Ka thënë, kjo është mesazh për ne dashur vëlla musliman. Në qoftë se unë nuk e kurseva pejgamberin tim, nuk të kursej edhe ty. Në qoftë se unë Ebu Bekrin e çova ta shes kit pasurinë për Islamin, kam thënë edhe ti ta shes kit pasurinë, gjithë pasurinë. Po, gjithë e dha vallahi. Po ato ishin njerëz xheneti ishin. Kjo është pastrim. Kad eflaha men tezekka wa dhakara isma rabbih fa salla. Shikon, pastrimin e përmendëm para në këtë rast është i vetmi rast ndoshta në Kur'an që e kam hasur personalisht, nuk e di dikush tjetër nëse i ka ra ndërmend mund lirisht ta thotë kështu, kad eflaha men tezekka, është pastruar apo është ka shpëtuar ai që është pastruar, ka shpëtuar. Wa dhakara isma rabbih fa salla, edhe ka përmendur emrin e Allahut të tij, emrin e Allahut, edhe ka fal namaz. Shikoni, para pastrimin pas të namazin. Pse? Se pasqira e namazliut, e namazqarit, në qoftë se veprat e tija para dhe pas namazit janë të shëmtuara, besoni edhe duhet jeni të sigurt që ai namaz neve në është dhënë përfitire, në është përplasur. Në qoftë se thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, namazi nuk të ndalon nga punët e fëlliqura dhe të ndita dhe nga punët e këqija, dije se namazin hala nuk e ke kabull. Çfarë duhet? Pastro, vazhdo pastrohu. Prandaj thot Allahu xhanu, kad eflaha men tezekka, ka shpëtuar vetëm ai që është pastruar. Edhe ka përmendur Zotin shpesh, sikur don të na thot se si mund ne të pastrohemi. Wa dhakara isma rabbih fa salla, e ka përmendur emrin e Zotit të tij, fa salla, edhe pastaj është falur. Se ne ndoshta ai daveti jon indirekt sot besori i dashur vëlla musliman, kur dalim prej namazit edhe prej xhamie, edhe jetën tonë të përditshme gjatë shitblerjes, në dyqane, në pazare, në ecje, në kafe, gjithtiu, në qoftë se sjellja jon është e keqe edhe e dobët, karshi ati që nuk falet, ne kemi bërë davet të keq. Ne kemi bërë kundër efekt. Unë personalisht kam dëgjuar kush e di sa herë, a be hoxhë çkuj si ai të falem. Asnjëherë. Wallahi billahi kështu. U a them original, si ai çkuj edhe unë të falem, asnjëherë hiç. Jo, shikoni kë ka kuptu shumë pastër xhamin. E ka kuptu shumë pastër të qëndruarit para Allah. Ka frikë të dalë para Allahut me një zemër të papastër si këtij që e ka parë. Kjo është shumë e rrezikshme te ne. Besoni. Prandaj si pastrohet vetvetja. Thot wa dhakara isma rabbih fa salla. E përmendën Zotin shpesh. Kjo pastrim. Po ti me Zotin në gojë, në gjuhën tonë vazhdimisht la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahu akbar.
La haule wala quwwata illa billah. Ti përmeni shpesh të fjalë. Besoni që zemra dal nga dal është si një pallom e lagët, është si një mindil i lagët që e përshkon zemrën tënde nga një pikë të zezë, nga një pikë të zezë, nga një pikë të zezë, duke i tërhekur, duke i hekur, duke i larguar, edhe zemra fillon edhe zbardhet, edhe fillon atëherë sjellja jote ndryshon. Fillon fjalori jot ndryshon dhe pastrohet. Fillon të ecurit tant më edhe të ecurit ndryshon. Besoni, të ecurit ka shumë rëndësi, të folurit ka shumë rëndësi me njerëzit tjerë. Pse kjo është një lloj davetit e të tjerët. Por ndryshe ne në davetin tonë, në thirrjen tonë te Allahu, në rrugën e Allahut kemi dështuar. Në qoftë se punët tona nuk përputhen me namazin ton, dije që namazin se ke kabull. Definitivisht. Ti vazhdon hala lum për shembull kumar ose hala me ato spackat me ato njëshdishe X5 ku diun çfarë janë ato, hala mbitesh e shkon fanesh, do të thon hala namaz ti hala do të pish hapa. Çfarë? Hala do ta shtosh ibadetin ton. Hala namazi se ka bën efektin. Hala ilaçi që i pin ti nuk e ka bën efektin që duhet ke zemra jote dhe ke trupi jot. Derisa nuk i ke lën këto punë të fllihura. Mirë po. Ka një rast në kohën e pejgamberit alayhis salam që neve na bën të me dije që çfarëdo që të bëjmë i kthehemi në anën tjetër të medaljes së temës që e tham deri tani. Çfarëdo që të bësh me namazin mos u largo. Nuk them bën haram edhe falu, jo, stakfirullah. Po e sheh që me karakterin tënd ka problem. Me egon tënde ka problem, me unin tënd ke problem, me të sjellurit tënd karshi njerëzve tjerë ke problem. Çfarëdo që të jenë mangësitë tuaja, asnjëherë namazin mos e le anise. Në kohën e pejgamberit alayhis salam thotë, kjo është ajo thënie e urtë që kanë thënë, çfarëdo që të bësh vetëm një derë le çelër me Zotin. Në qoftë se i ke mbyll gjitha dyert me Zotin, një derë le çelët. Thot një njeri në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë hajdut i madh. Ka vjedh. Interesant, zanat e ka pas. Jo se ka desh po, zanat. Ka vjedh shumë. Ama namaz nuk ka lënë, interesant. 5 ko namaz. Ka bën çfarë ka bën në mbrëmje, krejt e kanë ditë që vjedh. Ama ka vjedh gjëra të thjeshta kështu. Mirë po, epitetin e ka marr hajdut e ka marr. I thon ja Resul, a be vjedh e kur e shohma në xhami vërtet diçka, kjo xhamia jote, xhamia e pejgamberit është. Të marrëm për kamë për krajta qesën për jashtë. Çfarë ka thënë pejgamberi islam? Pejgamberi i mëshirës. Ki është pejgamberi? Psikolog ka qenë, edhe psikolog ka qenë. Ka thonë, jo, mos e qitni për jashtë. Namazi do bëhet sebeb që ki edhe hajdutllakin do e lane. Dal nga dal. Edhe vërtetët, ki nuk shkon as edhe një vitët, bëhet një prej më të devotshmëve të xhamisë së pejgamberit alayhis salam. Nuk e kam sheh, e ka di që nuk është mirë, është haram, bile rena është më e keqe se vjedhja. Po, rena më e keqe se vjedhja. Pika vjedh, duke qenë shumë i bindur që pa namaz nuk ka shpëtim, edhe pse ka vjedhët, nuk e kam shel derën e namazit. Namazit është i abo sebeb që kita lane edhe hajdutllakin. Sepse e pas ka kuptu shumë mirë ajetin kuranor i cili thot ma seleke kum fi sakar, çfarë ju solli në sakar në xhenem, lem neku minel musallin, nuk ishim prej atyre që falin namaz. Pastaj, çfarë punet keqe pas kanë bën këto që hinë në xhenem? Nuk kanë fal namaz, walem neku nut'imul miskin. Edhe fukarat nuk i ushqeshin. Në don ta zbuti zemrën, i jepi fukara sa të mundi, sa të kesh mundësi. Pastrimi i trupit tënd, edhe të kënaqurit e Zotit është kur ti e kënaq një fukara. Besoni. I vetmi është Allahu që kënaqet kur ti dikujt tjetër jep. Interesant. Kur ki jep këti, unë nuk kënaqem, i dha merr, ki do t'i thotë këti faleminderit, ose s'puna. Allahu kënaqet kur ti jep dikujt. Këto që kanë fal namaz, nëse nuk i kanë ushqyer të varfërit, e kanë merituar xhenetin, sipas kësaj që përmendet në Kur'an thotë nuk e kanë merituar xhenetin. Kanë pasë nuk kanë dhënë, si kanë merituar xhenetin. Do të thonë, di probleme kishin këto që hinë në xhenem. Lem neku minel musallin, nuk ishin prej atyre që faleshin, edhe nuk ishin prej atyre që çfarë? Që jepni fukara, walem neku nut'imul miskin, nuk i ushqeshin fukarat ne. Këto janë metodat e pastrimit. Çfarë? Metodat që e kënaqin Allahun xhaleshanu u xhelexha. Janë punët që e kënaqin Zotin. Allahun i cili i çoj edhe këto 3000 vete që ran shahid, i çoj të pastrohen pse? Të shkojnë në xhenet të pastër.
Kjo është analiza ati analistit që përmenda në filmin të dersë të ligjëratës. Ne priqim më në fund një revolucion fitimtar, më në fund i vra njerëzit, shkun, disa dhe i dogjën. Çfarë u bë me këta? Allahu, ti thonë kështu, Allahu i çoj mas pari çfarë? I çoj të agjerojnë. Shiko, agjerimi është pastrim. I çoj të agjerojnë. Pastrimi më i madh është agjerimi. I çoj të falnin 5 kohë namaz. Në diellin arabisë, e dini ju sa nxehtë është atje në Ramazan. I çoj të falnin teravih, zikër bëjnë, teravih është një lloj zikri shumë i pëlqyer që Allahu xhaleshanu xhalexhala, nafile fort. I çoj të lexojnë Kur'an, i çoj të lexojnë mukabele, i çoj edhe disa hoxhollar që tregojnë ligjërata, të i motivonin se si të shkohen në xhenet pa dhimbje, mos të vijë keq për këtë dynjë për asgjë. Më në fund erdhën për një ditë i vran edhe shkuan ke Zoti. Nuk e kam qëllimin që ne të vritim edhe të shkojmë ke Zoti në këtë mënyrë, por qëllimi im është diku tjetër që pa u pastruar në këtë dynjë nuk mund të shkojmë në një vend të pastër. Pa e kënaqur pronarin e këtij xheneti, nuk mund të hish në lëmën atij që e ke hasëm, o i dashur vëlla musliman. Jo në lëm, edhe në sokak suni ka përcish atij se të vrete. Ti ku të hish lëm në bord atij? S'mund të hish. Ti ke i dhuru Zotin, për atij do në xhenet. Thirrën sabahit ti si ngrihesh, thirrën drekët ti si ngrihesh, thirrën iqindia ti si ngrihesh, thirrën akşamit ti si ngrihesh, thirrën yatsia ti si ngrihesh. Çfarë dallimi ke për atij që është prej Tom Çovishtit? Edhe flasim kështu haptës. Çfarë është dallimi? Krijimi i njeriut në këtë tokë erdh për t'i bën Allahu sejdë, për asgjë tjetër. Mirë, hajde sot tamam. E falme. Edhe nesër e falme, amon ti 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet, çfarë bën? 30 vjet, nuk je i vogël. Një ditë duhet të bindesh. Në qoftë se qëllimin e ardhjes tënde, ne lexojmë 8 libra hoxhe të filozofisë i kam lexuar, edhe ka disa koncepte të cilat duhet, disa parametra që duhet të kihen parasysh, edhe Hegeli me Kantin kështu mendojnë, ai kështu mendon, ki kështu mendon. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja urdhno Hegelet edhe Kantat, hiqit e Kantat të gjubrat aty. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu thotë kështu, as gjinët, as njerëzit, për asgjë tjetër si krijova, për asgjë tjetër hiç, përveç se të bëjnë ibadet mua. A ka që thjesht qenka? Kjo lodhje në këtë dynjë, ka kështu është, asgjë tjetër. Illa liya'budun. Ti bëjmë ibadet Allahu xhaleshanu. Mirë, këto projektet ndoja, ja Gjermania ku ka shku, ja Italia ku ka shku, Amerika ja çfarë bën. Tamam, elhamdulillah bëjnë ato. Ndoshta sikur të ishin musliman ata sikur të ishin musliman zhvillim industrial i madh edhe teknologjik, ndoshta do të hinte në atë kategorinë e ibadetit që Allahu thotë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Edhe këto fakultetet tona janë ibadet i dashur vëlla musliman. Aman mbas namaz. Çdo gjë mbas namaz. Kështu unë them. O, gjë është puna ibadet, po ibadet është mbas namaz, ibadet është. A puna ibadet. Mbas namazit çdo gjë është ibadet për të mirën tënde, të familjes tënde dhe të shoqërisë që ne ekzistojmë. Sa për bukuri, sa për hieshi, sa për numër melekët janë më shumë se ne i dashur vëlla musliman. Po për bukuri shumë më të bukur janë se ne melekët. Po për madhështi, madhësi, melekët janë. Pejgamberi Islam thotë, një herë kam pa Xhibrilin në formën e vetë, Xhibrailin alayhis salam, e mbloi krejt horizontin e botës. Aq i madh që ishte. A je më i madh se Xhibraili? S'mund të jesh. Me një flet që fluturon e mban thot si bota jon edhe 7 dinjoja tjera i mban. Vetëm Xhibraili. Krejt ky Xhibrail ka që i madh që është krye meleku i melekëve. Edhe melek që ne nuk i dim cilësitë e tyre, këto i bëjnë ibadet Zotit. Shikoni, Allahu në fund të fundit nuk është edhe nevojtari i ibadetit tonë realisht. Mirë po, megjithëse na dha në këtë dynjë, na pruri në këtë dynjë dhe na tregoi që o ti zotëri, o ti frerë, unë solla ti që të më bësh ibadet mua asgjë tjetër. Unë kam disa projekti kryesor i jeti në këtë dynjë është që ti ta njohësh atë projektuesin e gjitha projekteve tjera. Nëse atë se ke njohur, gjitha projektet tuaja edhe të mia do të digjen ditën e Kiametit, i dashur vëlla musliman. Kënaqe pronarin e xhenetit. Nëse don të hish në cilën derë të xhenetit don ti? 8 derë xhenetit. Hin ka dushtë. Bojrom.
Ke marrë të abdes, thuj eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa resuluhu, kush merr abdes, edhe duke e fshirë abdesin, e thot këtë shahadetin, ka dhe një dua tjetër, por nuk e përmendi, është rënë pak për ta mbajtur mend, thot Allahu në ditën e Kiametit do të thotë, hin ka cila derë don ti e xhenetit. Shikoni. Nuk thot Allahu kush i bën 8 ndërtesa, krejt ndryshe, edhe ta fitoj edhe prej kinezëve dali i pari, edhe japonezët dhe kaloj do hijen xhenet. Nuk thot, a vetë mirë u bani menç, u bani projektues, u bani inxhinier, krejt, çdo gjë është mirë në të mirën e njerëzimit. Allahu e vlerëson. Mirë po, nëse nuk i bie në sejdë atij asgjë, krejt çdo gjë do bjerë në ujë. Besoni. Çdo gjë do bjerë në ujë. Në një luftë përmendet Hazreti Aliu radiallahu anhu, a desh që namazin e sabahit mos e zgjatin shumë sepse a desh të sulmojnë në një vend, edhe Hazreti Aliu me qëllim e zgjatë namazin. Edhe i thua mbasi dha selam, i than ja Ali, e zgjatë e tepër, kishte mundësi të vinë në sulmojnë. Nuk u desh të zgjatë shkat shumë, bënë një farë gabimi. Çfarë tha? A nuk kemi dalë në luftë që këtë namaz ta bëjmë rahat ne? Pse kemi dalë në luftë? Ç'ki namaz të bëhet rahat? Njeriu që e kuptoi ardhjen e tij në këtë dynjë. Ne luftojmë që këtë namaz të bëjmë rahat. Edhe namazin si mos e bëjmë rahat. Pse kemi dalë në luftë? Për hurmat e Medinës? Po ne i marrën kit. Krejt ne i marrën. Për shkretëtirën e Arabisë, krejt ne e marrën. Në qoftë se ti nuk je i lirë të bësh namaz, atëherë si je i lirë për asgjë në këtë dynjë, dashur vëlla musliman. Çfarë thot Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu në lidhje me këtë? Un kam përmendur disa ajete, kam shënuar këtu, mirë po nuk, ndoshta edhe koha nuk na premtoi as sa duhet. Kam përmendur për ata që kanë frikë riskun. Kanë frikë projekte tjera jashtë projektit të Zotit. Projekti Allahut është që ti ta adhurojsh atë e ta krijish punën tënde kudo që të jesh me nder dhe me halal. Thot Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim në surën At-Talaq, ajeti numër 2 edhe ajeti numër 3. Thot wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Thot kush mbështetet ke Allahu, kush ka frikë Zotin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ka frikë Allahun, Allahu do t'i japë rrugdalje atij. Probleme sociale dhe ekonomike të ne e bëjnë vetën. Unë i kam gjithë parasysh, besoni, jam pjesë e kësaj shoqërie. Jetoj me problemet ekonomike, jetoj me problemet politike që ne jetojmë bashkarisht, i shohim padrejtësitë jashtëzakonisht të mëdha që na bën, ndash në pasuri, ndash në politik, ndash në fe, ndash në gjithçka. Gjithmonë Islami ka qenë kështu. Problem. Zatë ndoshta kjo ka qenë edhe një ndërshkaqje që ne jemi pak ma dinamik në punën tonë se përndryshe na kish zënë xhumi. Tash askush nuk e ndëgjon Ilir Shaqirin dhe Shkurtë Fejzën. Pse? Se nuk ka problem Kosova me flamurin. E mor pavarësinë, u bë republik, edhe si nësa kishin prap në gohat, në gjatë edhe ato këngët serbisht. Nuk ka shtypje, ndoshta edhe kjo e ka atë mirën e vetë që ne të punojmë për Islam sa më shumë. Dikush kur na shtypën, me na ndal sabah në xhami tona për jashtë të faleshin sabah. Me bon haram, me në ndalë shteti. Shembull të theme, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ka frikë Zotin, e kisha fjalë në aspektin ekonomik. Kush ka frikë Allahun, Allahu do t'i jap një rrugëzgjidhje atij. Vetëm Allahun mos e hidhro. Bën çfarë të bësh, i dashur vëlla musliman. Do të vijë çështja që ti të punojsh me alkool. Punojsh me raki. Do të vijë çështja që ti të punojsh me mishderi, stakfirullah. Do të vijë çështja që ti të punojsh me punë të pista. Besoj që nuk e ke për të kënaqur veten tënde. Unë e di që se pin rakin. Unë e di që ti mishin e derit nuk e han. Unë e kam parasysh që ti nuk kënaqesh në vendin ku punon. Kreti kam parasysh. Se kaloi jeta jote kur ti ishe adoleshent edhe i kishe ato kënaqësitë dhe fantazitë tuaja të rrotulloheshin rreth mendjes tënde. Nuk i bën me qëllim të kënaqësh epshin. I bën me qëllim që të ushqesh familjen tënde. Mirë, po ta kujtoj diçka i dashur vëlla musliman. Ktu thot ndryshe, në Kur'an thot ndryshe. Kush ka frikë Allahun, Allahu i jep rrugdalje atij. Ti që punon me alkool edhe me mishderi, ki frikë Allahun xhaleshanu o xhelle xhelalu hakka tukati, ama frikë çfarë frikë? Jo pse ka thënë hoxha. Leje ta, le hoxhën. Por ta kuptosh prezencën e Zotit në çdo pikpamje, në atë këndin tënd,
Ka do që ta kthesh kokën tënde, sa herë që ta prekish atë gotën e rakis, o Zoti këtu, Zoti këtu, Zoti këtu, Zoti këtu. Haj preke, su e prekish. Kam frikë Allahu xhaleshanu. Në këtë rast të besoni, Allahu thot të jep rrugdalje. Të jep rrugdalje. Wa men yattaqillaha, ai që ka frikë Allahun, Allahu yaj'al lahu makhraja, ati do të japë një rrugdalje tjetër. Un kam një rast në këto fshatra tonë, tregonte një gurbeçi, është rast i gjallë, nuk është rast sahabesh, as rast pejgamberit të hoxho. Është njeriu e njoh shumë mirë edhe është shumë i sinqert në atë që më ka treguar. Thotë, kisha një dyqan në Sloveni, edhe kur u ndava me vëllezërit, mu më raj dyqani që u desh patjetër të punohet si kafiç. Edhe taj kafiçi patjetër të kishte alkohol. Në një qytet të Slovenisë, nuk e përmendi qytetin. Nuk mund që të punoj përpos që me alkohol. Edhe unë nuk e hapa hiç, bëna çfarë bëra, dash me qira dikush e hapi një magazin ku e di une, kryesore misha vetëm parat e qiras. Kryesore që mos të punoj me alkohol. Me qira mirë të për shembull 300 euro, me alkohol 800 euro në ditën do ta bante. Normal fitimi është shumë i madh. Me miliona % është dallimi i madh. 800 euro në ditë nuk janë pak. Dars me marrë do bëj dimni. Muzikë e madh. A mund të jam kënaqsh me 300 euro? Çfarë ndodhen? Mbas 3 vjetëve, njeri është gjallë, nuk është edhe shumë plak, mesatar është në mor. Besoni. Ai njeri sot punon vetëm akullore, e njoh mirë, asgjë, limunata kollore, halal, para halal. Nuk ka paret ku t'i çoje. E them simbolikisht, ka paret ku t'i çoje, s'ja marrëm ne, s'ka problem. Aman, besoni që ekonomikisht qëndron shumë mirë, elhamdulillah. Besoni. Vetëm pse s'ka punu me alkohol. Kjo është, nuk ka matematik të ditë. Ose me Allahun ose me shejtanin. Në këtë dynjë nuk ka tre rrugë. Besoni. Ose me Allahun ose me shejtanin. Ose në xhenet ose në xhenem. Nuk ka. Dante Alighieri që ka përmendur komedinë hinare, ai ka vdek. Ka jetuar shekullin e 12, jo 13, fundin e shekullit 12. Purgatori në Islam nuk ka. Ai ka përmend parajsën, ka përmend purgatori, ka përmend edhe ferin. Purgator ka fut disa filozof, disa njerëz të mençur, Dante Alighieri, italian. Baba i gjuhës italian i thon italianët. Në Islam nuk ka purgatori. Në Islam ka xhenet, xhenem. Në Islam ka të kënaqësh Zotin tënd, i cili ty të krijoi, edhe të krijoi të kënaqësh ato asgjë tjetër hiç. Kjo është matematikë e thjeshtë. Ose të kënaqësh shejtanin, vazhdo me shejtanin, vazhdo me mishin e derrit, vazhdo me alkoolin e kështu me radhë. Ama do të jesh shumë i bindur. Do të kur ta hapësh me qira, a be ki Zoti ka thënë, ama ku e di, më haroje. Më haro, këtë bojën, do vdes. Ha? S'mundet, nuk vdes, hiç mos u mërzit. Si tha Hazreti Sulejmani e pyeti milingonën. O milingon, u folte edhe insekteve. Sa të shkon për një vit, ti sa koka grun han sa argjon? A i tha, di koka. Një milingonës i duhet për një vit, di koka grun. I tha mirë, atëherë mos u lodh. E futi me një kavanos, një shishe me një gotë shtu, i futi di koka grun. Tha, ti mos u lodh për si mjet e ke ushimin prej meje gratis prej firmës. Mirë. Mbas një viti kur e nxori, ajo kish hangër vetëm një. Kur e pyeti pse ke hangër vetëm një, këtë tjetër pse se hangre? Çfarë tha milingona? Derisa më furnizon të Allahu xhaleshanu, isha i sigurt që do të më furnizoj vazhdimisht. Këti dishova, helbet ke vdek ti. E rujta njëna nuk e hangra, për vitin tjetër. Këtë unë dhe, a jesë muja, ke vdeka, a i dhno me mua, a të kanë i dhno të shpisa, ke haro mua, kështu me ratë. Milingona më besimtare në njerën se ne, besoni. Shumë e sinqert në mbështetje në Allahun xhaleshanu xhele. Ai nuk më haron asnjëherë. Njeriu e la alkoolin, e dha me qira me bindje të plot që Allahu do ta ndihmojë. Në historinë e Islamit un kam përmendur një sahabi që edhe mua më ka habitur nga emri i rrallit i tij. Zatën disa herë njerëzit e mëdhej në Islam janë shumë të rrallë në të përmendurin. Shumë pak përmendur. Ashtu siç thash edhe për Ebu Bekrin. Gjithçka dha për Islamin, emri hiç si përmendet. Vetëm indirekt në surën ku përmendet në shpellë. Thani idhnejni idhuma filgar, kur ato dhe ishin në shpellë. Idh yekulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana. A mban mend kur i thonte sahibit të vet, shokit të vet. Kush i thonte? Muhamedi. Ku i thonte? Ebu Bekri. Çfarë i thonte? Mos u dëshpro. Pse? Se Zoti është me ne. E di se rëndësishme ta kuptosh këtë. Me kuptu që Zoti është me ti, a be hoxha tash më loj me ne edhe.
Ne krejt e dim që Zoti me ti. Vallai krejt e dim, ama krejt se dim ndonjëherë. Zoti është me ty. A be di, me mua është e be di, te dhe më tregojsh mua. Tamam. Po ma dhe që e di që Zoti është me ti, pse shkove me familjen në banket me ato njerit që si ke atë gjon? Shembull. Ma dhe e di që Zoti është me ti, pse mirësh me kamat? Ma dhe e di që Zoti është me ti, sa vjet punon me raki, o Zotni. Ma dhe e di që Zoti është me ti, pse sot së ngrotin sabah ose ndrek ose në akşam ose njëci. Ma dhe e di që Zoti është me ti, pse folën si fëmijë, 50 vjet i ke ba. Ma dhe që e di që Zoti është me ti, e she? A do më thonë, haron që Zoti është me ne. La tahzen, inna Allahe me'ana, i thot, mos u brengos, o Ebu Bekër, mos u brengos. Pse? Zoti është me ne. Kur i tha Zoti është me ne, Ebu Bekri dridhej si thupër. Pse? I shifte kambët, kur e varte kokën, i shifte kambët e mushrikëve, që kishin ardhur t'i vrasin. Ai dridhej. Edhe shumë i sinqert ka qenë Ebu Bekri. Vallahi thot, nuk jam dridhur kur, vallahi për shpirtin tim, asnjëherë. Jam dridhur që mos vritet ky. Se me vrasin e këtij mbaron Islami, gjithçka mbaron. S'kam pas frikë për veten time kur. Në qoftë se këtë do ta vritshin Muhammedin, mbaronte gjithçka. Ati mbaron, ati varosej projekti i Allahut. Ama s'u varosej. Ai mendon ashtu Ebu Bekri. Ama kur më tha la tahzen, inna Allahe ma'ana, u rehatova komplet. Kur më tha që mos u dëshpro që Allahu është me ne, u rehatova. Ska. U bëna rahat hiq. Pa problem hiq. Në hin, su na vrasin. Allahu t'jet me ne dhe të na vrasin. Ska shanse. Krijuesi i qiellit dhe i tokës. Njerëzit që janë grimca grimca pluhur, njerëzit që janë më të imta se atomet që nuk duken, nëse do të themi kështu, në krahasim me madhështinë e krijimit të Allahut xhaleshanu. Ama kur ti edhe unë e kuptojmë që Allahu është me ne, edhe të bësh haram, e pamundur është. Vetëm momentin kur e hek petkun e imanit, edhe të islamit, atëherë mund bësh gjina. Njeriu kështu bie në gjina. Ma para shejtani vin një merë, si neve kur na marrin ato setrët, kur him në për restorane, ashtu, ta merë kaputin të varën, edhe shejtani, ta merë imanin të varën këtu, edhe një shkelme dhe hajtë banë, qëfar dosh. Po, kështu shejtani i përdore njerëzit, besoni, kështu i përdore njerëzit. Ta qëtë imanin komplet, bjerë me që këtë imanin, ku do në të varish? Ma larkë dhe e shohash imanin. Ta varën imanin dikundi, ta është hes, këtë e bana temin, s'ka problem. Amon, kur të shkoj mendja, si shkoj Ebu Bekrit, inna Allahe ma'ana, Allahu është me ne, e në të bësh gjina, nuk ka shansiq. Kur bën gjina ti edhe unë? Në atë moment kur ti mendon që stakfirullah, ti nuk e thua me gojë, por me vepër që ajo është. Ajo dëshmon. E bën e filon gjinajnë, po, nuk ke qenë ti me Allahu. Allahu ka qenë me ti. Ti s'ke qenë me Allahu në atë moment. Si kur ti ishe me Allahu, nuk bëjsh atë gjina. Të dish. Hubejri, që e përmenda, thash, njerëzit e mdhej pak përmenda në histori. Pak, sahabi ka qenë, Hubejr, mba një ment, Hubejr, me rënë në fund, e ka pas emrin. Sa i bindur njerju në caktimin e Allahu xhaleshanu, në riskun, në ato për të vërtetuar ajetin kuranor. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai që nuk don ta hidhroj pronarin e xheneteve, si vepron. Ai që ka frikë Allahun, Allahu i jep rrugdalje. Ky Hubejri, shikoni me çfarë rasti përmendet. Vetëm ky rast, mos ish ky rast në emrin e këtij asnjëherë nuk do e dishim. S'do e përmendshim kur. Thot, në një rast pejgamberi alayhi salatu wassalam i përgatiti 60 burra për ta bërë një ekspedit, një luftë të vogël, një luftë partizane kështu, tinzash, ande shpak burra. Në kohën e pejgamberit alayhis salam ndoshta dikush nuk e ka ndëgjuar këtë, ndëgjoni edhe këtë. Muhamedi alayhis salam ka pas persona, njerëz që kanë jetuar ta jetojnë Islamin edhe të shkojnë ka Allahu xhaleshanu. Islamin ta jetojnë edhe të shkojnë. Ka pas persona në kohën e pejgamberit alayhis salam, as historia si përmendën, me emra nuk dihen. Hinë në histori të Islamit nuk mund të gjesh, vetëm përshkruhen. Ka pas persona që Muhamedi alayhis salam me një isharet i ka thënë shko filan vendi, ta krije një punë, një atentat kur kanë qenë në luftë, kam fjalën, a? Në namazin e Yacis i ka thënë, dë shkosh atje.
Te sahabët nuk ka pas, ku si, po gjalli me smut, ato t'i qujnë në spitalin dhe vjadhe, ne këto janë trika tona. I ka thonë, do shkojsh sonte në filan bendi. Kur ka qenë në gjendje të luftës, mos keq kuptohemi. A desh të bëj dikush në një atentat ose në një operacion të fshehur, ka shku e ka kry edhe ka ardhur namazin e sabaut ka qenë në fund, ke safi i fundit. Pejgamberi Islam mbas farzit kur kthej si kthehet imami ka xhamati, Muhamedi Islam ka qenë imam në Medinë. Lumi ato që janë imam. Kur është kthej e ka pa personin në fund të safit. Ai personi e ka shikuar në sy Muhamedi Islam vetëm e ka çu kokën kështu, ai ka thënë po. Au po punë, po. Kjo ka qenë. Këto persona, historia islame si një fiq. A këto persona kanë qenë të fshehur? Të fshehur kanë qenë. Shikoni, kanë punu për islam. Në te varezat në Medine janë të varosur sa 10.000 sahabe. 10.000 sahabe. 140.000 ishin në haxhin e lamtumire, sa ishin? 140.000 se kanë qenë parafërsisht. Po kush ku 130.000 qerë? Nuk i nje, nuk u adim varezat, vorët nuk u adim ne. Ato e diku janë. Dikush ka vdek në Indonezi, dikush në Malajzi, dikush në Kinë, dikush në Maroko, dikush në Afrikën e Jugut, dikush në Afrikën e Mesme, dikush në Afrikën e Veriut, dikush Ejub el-Ensariu ne e kemi, ku e kemi? Në Istanbul e kemi. Shoku i ngushtë i pejgamberit alayhissalam. Ejub el-Ensariu në Istanbul është. Ukbe ibn Nafi ku është? Në Maroko është. Ebu Derdan, ndër transmetuesit më të mëdhej të mirë të haditheve, e kemi në Damask, në Siri e kemi. Khalid ibn Velidi, ku e kemi? Khalid ibn Velidi nga është? Nga Arabia është. Ku e kemi sot? Vari i tij ku është? Në Homs. Është me Keli, me Kas është. Është i varosur në Sham, në Siri, në Homs. Varin atij ka edhe ai gjalli. Çfarë bani ai? Çfarë ekskursioni ish në banket atje? Nuk ish banket. Ai largoi romakët nga Shami komplet i largoi. I largoi romakët nga Shami. Me çfarë? Me Allahun, ma që tjetër, shpatë e ti, shpatë ishtë, si gjitha shpatë e tjera. Vetëm pse qujti Allahu shpatë e Allahut, edhe nuk u thije kur. Se Allahu nuk e the shpatën e ti, nuk e nëshmon fuqinë e ti asnjëherë. Prandaj qujti pejgamberi alayhissalam. E them simbolikisht. Edhe ki Hubejri, nuk njihej. Këto ishin persona që nuk njiheshin shumë. Interesant, edhe në shoqërinë tonë ka njerëz që besoni që emrat e tyre shumë pak përmenden, po bëjnë punë të mëdha për Islamin, elhamdulillah. Ndihmojnë fukarat, ndihmojnë studentët, ndihmojnë ato të pastrehet, ndihmojnë në xhami, ndihmojnë në aktivitete të ndryshme siç është ky aktivitet edhe të ngjashme kështu me radhë, ama emrat e tyre nuk dihen, edhe mos tentoni të dim emrat. Besoni, ma mirë shkruaje emrin ton në xhenet se sa në mermer. Ai mermeri një ditë thehet, do thehet një ditë. Do shkojnë, do ndodhe kiameti. Hubejri, te kjo ekspedit që u deshti i çoj pejgamberi alayhisalatu wasalam 60 burra. Ju tha, do vini të xhamia ime, t'ju jap ushqim, t'ju jap përgatitje, tesha, edhe armatim, shkoni në filan ekspeditën. Hubejri ish gjall i ri. Gjall i ri, shkon krejt murën, ushqim, murën përgatitje, për rrugë, Muhamedi alayhissalam krejtve ju dha, këtij si dha. E dini pse si dha? E kish haru, vallahi. E kish haru. Jo se nuk dante. Ama e kish haru thjesht, i kish dal menç. Interesant, këti nuk i dha. Edhe ki jo, të shkoje, mu në më dha, po pse të shkoje une? Jo. Edhe ki nuk ishin njerëz që ankoheshin për gjërat e kota të kësaj dynja. Interesant. Kur e kam pyetur më vonë, pse be nuk kërkove, ka thënë vallahi, merr mbare be ti tham. Unë kur dhe i tham, o Muhammed, ja Resulallah, mu më ke haru, do me thonë, unë jam veshi cilësin e hares, a i haron. Nuk ka desh pejgamberit Zotit i thote, më ke haru mu. Pse? Se a i atër haraqësht. Një pejgamber që haron, si gjanë tjetë pejgamber. Nuk dusha të nënçmoj në këtë aspekt, të nënçmoj virtytin e ti. Si ti them, ja Resulallah, më ke haru. Si pasoj, nisa rrugës, ka nisë rrugës me këto. As ushqim, as uj, as veshmat, as armatim, as gjohiq. Vetëm një kald vetin që e kish prej shpis vete. Nisa rrugëtim, ekspeditat zgjatin me pakta, me shkurte ekspedit, ka ndodhur ekspedite e Tebukut që njihet 40 ditë.
Ekspeditat mund të ketë luftë, mund mos ketë luftë, por vuajtjet e rrugës janë shumë të vështira janë. Ekspedita është ajo, nuk ka qenë si lufta e Bedrit, këtu do bëhet lufta e Bedrit, shkojmë luftojmë, vim, usos lufta. Ekspedit. A dhe shumë përgatitje. Këtë e ka haru. Ai ngrati gjatë gjithë rrugës Hubejri, i pa njofshë si jemën, interesant. Gjatë gjithë rrugës, çfarë ka thënë? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Edhe kthe pa kryen mrapa edhe thuj, mos do vije dikush s'ka kush do vi. I mramti, i lodhet shumë. As buk, as ull. Se kretë kanë mendu se edhe këti i ka dhanë, a këti as gjanë si kanë dhanë. Si ka dhanë pejgamberes. A më në kish haru, sinqerisht e ka haru. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ti që don ta knaqesh pronarin e xhenetit, vazhdimisht kur don ti ruhesh ndonjë haramit, ke ndonjë problem, nuk ke fëmijë, s'ka gazmu Zoti me fëmijë. Këtë fjalë thuje për çdo problem të kësaj dynjaje, besoni. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mua më mjafton Allahu sa mbrojtës dhe mbështetës i mirë është Allahu tek i cili mbështetem. Hasbi Allahu, në qoftë se duam ta themi në shumës, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Ki këtë fjalë vazhdimisht e ka përmend hasbi Allahu wa ni'mal wakil, edhe ka kthi pa kokën mbas. Shofe mu vin dikush. S'ka. Allahu xhaleshanuhu të kështu. Thot Allahu e dërgon, intervenon Allahu nga kati 7 i qiellit për një fjalë. Kjo është telegram i muslimanit. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Telegram i te Zoti. Kjo adres nuk gabohet. Kjo shkon ke Zoti, kërkon një adres. Kjo adres kërkon disa shkronja dhe shifra. Ato quhen sinqeritet. Në qoftë se kemi sinqeritet në lutjet dhe punët tona, shkojnë ke Allahu vallahi, siç thot pejgamberi Islam, kur ti jep një sadaka, hala sadakaja jote në qoftë se është e sinqert, hala pa mos mbritë fukaraja, ka shku ke Zoti pastaj ke fukaraja. Vetëm ti jetë sinqert. Asgjë tjetër hiç. Edhe ki ka qenë shumë i sinqert. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allahu intervenon për këtë fjalë. I thot Xhibrilit më njëherë çkosh ke Muhamedi alayhis salam. Më njëherë. Automatikisht shkon Xhibrili alayhis salam thot ja Resulullah, a ke dërguar një ekspedit po? Atyre çfarë ju dhash përgatitje ushqim? Në atë ekspedit a ka pas një djalë të ri po? Atë djalin e ri e ke haru pa ushqim dhe pa armatim. I thot e pamundshme. Të bën selam Zoti, Allahu yakra'u ke selam ja Resulullah. Allahu çon selam, e ke lan filanin pa ushqim. Po çfarë të bëj? Kan shku që 3 saat. Merr ka thënë di njerëz, le ti marrin kuajt, ta mbrin karavanin dhe ti çojnë ushqim atij. Pejgamberi Islam i çon. Di shokët e tij, më të shpejt kalorësit më të mirë, edhe e mbrin karavanin pas 2 orëve, edhe këto thonë, këto di, ja Resulullah, si do e diktojmë se kush është e gjallë? Ka thënë Xhibrili thuvu këtin e dive, e ka adresën ai. Ai që i thot ma shpesh hasbi Allahu wa ni'mal wakil, çaj është që s'ka ushqim. Ki këtë fjalë se ka hek hiç prej goje. Interesant. Edhe ai që është më në fund, më i lodhët, më i raskapitur. Shkojnë e mbrin. Kur i afrohen selamu aleikum, ai s'ka pas galen e selamit, hasbi Allahu. Vetëm këtë fjalë ka thënë interesant. Po ushqehet barku me hasbi Allahu wa ni'mal wakil? Ushqehet. Po si nuk ushqehet, Ashabul Kefi 309 vjet nuk hongërën asni kokë mollë nuk hongërën hiç. Në gjumë. Pse s'vdiqën? 309 vjet. Uzeiri alayhis salam pejgamber. Edhe është debativa, është pejgamber apo s'është pejgamber. Sa ndajti 100 vjet në gjumë. Me hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Yunusi alayhis salam në barkun e peshkut, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kjo e shpëtoi këtë. Musa alayhis salam, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kjo e bëri ta çaj det. Ibrahimin alayhis salam, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kjo e bëri që zjarrit i bëhet bafçë xheneti. Edhe ki e diktuan që ki thot hasbi Allahu wa ni'mal wakil, edhe ndalën i dhan ushqimin. Edhe i than ke selam prej Muhammedit alayhis salam, të kërkon shumë falje që të ka haru, që s'ka dhënë ushqim. Ki thot o Zot elhamdulillah. Mirë, krejt qartë, në rregull thot. Po kush i tregoi Muhammedit që ai më ka haru mua? Ka mur vesh Muhammedit që më ka haru mua. Unë tamam, qëndrova deri këtu. Thot Xhibrili ka intervenuar për ti. Allahu ka thënë Xhibrilin.
mbet pa tekst personi, Hubejri. Allahu është interesu për mu. Allahu, krijuesi i qielleve i tokës, është interesu për mu. Muhamedi të më çoj mu ushqim. I çon dorë, thot, o Zot, ashtu si nuk më harove ti mua, më bën që asnjëherë mos të haroj ti kurrë në këtë dinjë. Bën dua. Edhe kthehen këto dy persona shkojnë ke Muhamedi alayhis salam. Muhamedi alayhis salam thot, aja çut po. Ai mori po, e mor vesh se çfarë ish puna po. Kërkon të falje, thot. Të falur e ka, gabimi është i imi. Thot, e patët mbi kokën e tij a kishte diçka? I thonë, ja Resulullah, nuk pam gjë mbi kokën e tij. Thot, është dish të shikoni mbi kokën e tij. Pse? Mbi kokën e tij deri në Arshuala ka pas nur deri te Allahu xhaleshanu xhaleshanu. Po pse ai nuri, nga dilte ai nuri, ajo drita? Ajo drita dilte nga fjalët hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mua më mjafton Allahu, sa mbështetës dhe mbrojtës i mirë është. Kur do jetojmë me filozofinë e mbështetjes tonë, edhe knacis tonë, që do të shprehim dhe Allahu xhaleshanu, edhe luftës që Allahu të jetë razi me ty, në çdo punë i dashur vëlla musliman, atëherë nuk e ke hidhruar pronarin e xheneteve, i cili është Allahu xhaleshanu. Unë në fund do ta përmendi vetëm një njeri, i cili në historinë e Islamit ka pesh. Në historinë e Islamit nuk e di, ndoshta kaloj koha, pak edhe me këtë do përfundojmë inshallah. Ibn Sirini e kam fjalën çdo herë ta kesh ndërmend ajetin kuranor që thot wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, nëse ke frikë Allahun sinqerisht, Allahu do të jap rrugdalje ti. Ruju harameve, qoftë edhe sa një pikë e ujit i dashur vëlla musliman, ndoshta një haram që ke shti në gojen tënde, në barkun tënd, mund të jetë shkaktar që 10 vjet më të bëhet duaja kabul. Ti se din. A bëhoqë krejt prapë më shkon. U këputa të dhanë zeqat, u këputa të dhanë sadaka, u këputa të ndef, të ndimu fukarave, kështu me radhë, nuk shkon problem, nuk faron problemi me mu. Zdihet, ende ndoshta ai gjaku i brenda në organizmin tënd, hala nuk është pastru komplet si duhet. Nuk dihet vallahi. Ke Zoti, Allah është i pastër. Punët i don të pastërta, xhenetin e ka të pastër, islamin e ka të pastër, Kur'anin e ka të pastër, pejgamberin që ka ardhur të na mësojë neve, të na komunikojë neve islamin i pastër. Nuk mund të kret ki horizont të kaloj një njeri i papastërt të shkojë në një vend të pastërt që quhet xhenet. S'mund. A bëni pik gjaku, nuk ka problem, e di si e kemi ne, por nuk e di çfarë tash, me dallësim shumë. Jo, që Zoti është shumë i rëndësishëm. Një pik gjakun që ofse është haram, thot duaja nuk bëhet kabul. Interesant. Ne nuk tregojmë me këtë ashpërsinë e Zotit e stakfirullah. Allahu ka mëshirë që mendjes ta merr. Ti edhe unë edhe 7 miliard nuk mund bëjmë aq gjinahe sa mund na falje Zoti. Aq mëshirë të madhe që ka. Mirë po, duke e ditur rrugëtimin ton, ai do na pastrojë se hym në një vend të pastër, në xhenet. Kjo është qëllimi. Ti nuk mund bëj gjina sa mund të falje Zoti. Ta detoj 60 vjet. 30 vjet me sheqerin, 40 vjet me bubrekët, shkoj jetë. Problem. Haja s'bën gjina. Dëner kje pare së më bëj gjina. Problem. Por e në qofë se t'jepet mundësia, një ditë ke ranë taube istikfar. Je pendu sinqerisht, jo me plan. Ato që pendohen me plan, në Islam nuk pranohet me plan. Dhe bojën 3 vjet, tash jam form, ushtroj bodybuilding, masandej, kalojnë shkët, në dëshnorën tjetër, në ata, masandej, baba jem qështu e qoj. Kështu nuk ka taube dhe pendim të Allahu lëshanu. Në qoftë se pastrojmë veten tonë, trupin tonë, shpirtin tonë, gjakun tonë, familjet tona, fëmijët tonë, antarët e familjes tonë, besoni që duat nuk do t'i pengoj as qeremidje e shtëpisë tënde, as mjegullat e gostivarit, as kati i pari i qiellit, as i diti, as i shtati, ato dëshojnë ka Allahu, si ai nuri i Hubeirit që shkonte ka Allahu, ke kati i shtati i qiellit, që Allahu intervenoi përmes Xhibrilit i ndihmoi atij. Koni Ibn Sirini përmendet. Ibn Sirini ka jetu në vitin 653 kështu. Historianët e përmendin Ibn Sirini, ndoshta e keni ndëgjuar apo e keni lexuar ato që lexojnë literaturë islame. Ibn Sirini më shumë njihet, ka jetuar në Basra, pastaj në Bagdad, në Basra ka lindur. Më shumë njihet që ka qenë komentuesi më i mirë i ëndrave të kohës vetën. Bile ka librin e njohur të famshëm Tefsirul Ahlam.
komentimi i ëndrave, e kam përkthyer në shqip duket atë libër, është bërë i njohur me këtë libër. Mirë, po ki ka qenë edhe dietar i madh. Ka qenë njohës i mirë i fikut, njohës i mirë i hadithit, njohës i mirë i tefsirit, njohës i mirë i faraidit, trashëgimisë islame kështu me radhë. Mirë, për krah krejt kësaj, Ibn Sirini ka qenë edhe biznesmen, edhe shumë pasanik, edhe hoç, dietar, edhe komentues shumë i mirë i ëndrave. Sa ka qenë i mirë, ne nuk e dim, mirë, po ka libër të Tefsirul Ahlam. Ki ka lindur 2 vjet para se të përfundoj kalifati i Hazreti Osmanit radiallahu anhu. Edhe pse Hazreti Osmani ka qenë kalif në Medinë, mirë po, me periudhë dhe me datë kështu i takon. Ibn Sirini tregon drojen e njerëzve. Pse tregoi Ibn Sirini? Drojen e njerëzve nga harami për mos me hidhru Allahun pronarin e xheneteve. Droja, frika prej harameve është një ndër shkaqet që ne dohim apo nuk dohim në xhenet. Ky njeri, përmendet ka qenë shumë shakaxhi, ka bën shaka shumë me njerëzit. Mirë, po jo ti nënçmoj. Ka kuptim shaka, do të ketë kuptim. Mirë, po thot arabisht e përmendi, idha su'ile anil halali wal harami taghayyara lawnu wajhihi. Mirë, sa shakaxhi ka qenë, por kur e kam pyetur për halalin dhe haramin, ndryshonte fytyra e tij, ngjyra e fytyrës së tij ndryshonte komplet. Boj krejt njeri tjetër, ku se nuk është Ibn Sirini, aq tepër që ka pas frikë komenti për halalin, të thotë kjo halal është apo kjo haram është. Idha su'ile anil halali wal harami taghayyara lawnu wajhihi. Ndryshonte ngjyra e fytyrës së tij kur e pyetën diçka për halalin dhe haramin. Pse? Janë ditë çështje që neve do na çojnë ose nuk do na çojnë përpara. Do e kënaqim apo do e hidhrojmë Allahun pronarin e xheneteve. Çfarë ndodhi me këtë? I shumë zëngin. Industrialist ish për kohën e vet. Ki ka qenë pronari kryesor, ka pas 600 impiante burre të mëdha, si I themi ndryshe. Impiante të mëdha me mjalt në atë kohë. Ti themi 600 burre. Biznesmenet rreth Bagdadit, Kufes, Basrës, kështu me radhë, krejt vinin mirnin te ky mjalt edhe shitnin me shumicë, ata shitnin me shumicë, para mendo, sa ka pas mjalt. Ti ka qenë kryesori I mjaltës në Bagdad, Ibn Sirini. Çfarë I ndodhen këtij? I ndodhen një bela, një katastrofë I ndodhen, një sprovë prej Zotit I vin. Si pronari I mjaltit që ka qenë, një ditë I vin punëtor ka pas shumë. I vin një punëtor thot, ja imam, o imam I thot, një mi ka hi edhe ka dalë në një prej burreve të mjaltit. Me Islam, shkoni njerëzit që kanë frikë Allahun. Me Islam, në qoftë se miu hin në këto ushqimet e thata, që janë mesri, grosha, mielli, e kështu me radhë, sipas Islamit, nëse hin, thot pejgamberi Islam, thot e merrni një grusht nën atë që ka shkel miu, e fugni, e hudhni, edhe ajo mund të përdoret. S'ka problem. Në gjërat e thata. Në gjërat e lëngta, siç është qumshti, mjalti edhe të ngjashme, thot duhet të tretet, të derdhet krejt. Qofse hin miu, te nuk e din se sa ka qarkulluar ti. Miu e qenë kështu me radhë, të ngjashme. E tani kjo problem. Miu ka hi të njëri prej impianteve. Çfarë thot? Ibn Sirini thot, mirni dernjat ku ka hi miu, njënin impiant, apo njënën burre. I thonë, oj, ma po këtu o problemi, nuk e dim të cila burre ka hi. Nuk e dim ku ka hi. Çfarë të bëj? Shikoni imami, nga frika Allahu xhaleshanu, interesant, neve na duket ndoshta edhe që shabe, po ne mani me ka hi. Kur janë 800 litra të qumshta, jeba kollarën shki janë dhe hanët. S'ka problem. Jo, nuk është ashtu. Ushqen fëmijë, ushqen fëmijë. Parat prej gurbetit diqoj shpi. Ki kujdes. Ma pa ka dalë ki kështu, kjo kështu. Disa gjana nuk janë të rastit. Ki kujdes e shti si ushqen familjen. Njeri u ka pas kujdes nga haram. Abe, vërte nuk është shumë çështje madhe. Me marrë realisht. Aman me fik, me islam, me urdhat, me mendimin e dietarëve, me porosit profetik. Kjo është festimi I ditëlindjes pejgamberit alayhis salam. Gjoni, pse ka thënë pejgamberi alayhis salam?
Në qoftë se hi në një gjatë të lëngët miu, krejt duhet të derdhet. Kje ka festu ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam? Jo, në finje në drek, edhe ngron qohet mbas dreke, tu pi macchiato, urime gjithë shokëve mi të Facebookut, ditëlindjen e pejgamberit. As sabah ka fal, as drek, as akşam, as yatsej. As sa di ka lajt. Urime ditëlindjen. Ende si cëllën 15 minuta, asnjë lek nuk mban. Mirë. Njeriu ka pas frikë Zot. Kjo çështje. A je me Zotin apo me shejtanin? Ki ka festu ditëlindjen e pejgamberit. Ne çdo ditë festojmë ditëlindjen e pejgamberit për aq sa jemi duke i respektu urdhrat, rrugën, fjalët, porositë, jetën e tij. Kjo është festimi më i madh i dashur. Çfarë bën? Edhe çfarë thot Ibn Sirini? Në qoftë se sinqerisht nuk e dini nga ka dal miu, mirni derni 600 burret e mjaltit. Po valla. Kjo është ngjarje historike e vërtet që ka ndodhur. I thënoj mam, mos je çmend, çfarë, po me i derne, ma para ti do bësh fukara, këtë e din. Po e ti, ka thënë, normal malli jem është, e ju do mësoni mu. E dita, ne do dalëm pi pune. Kush e disa punëtor? Po e di dhe Zoti hajrin edhe juve inshallah në rast tjetër. E treta, biznesmenët s'kan nga të marrin mjalt, këtë që se kam hiç magajlet. Ku do në marrin? Unë do të dal pas për Allahu lëshan. E ke sinqerisht, po thët vallaj, derni kret. Vin disa biznesmenë lutin, aman, shikon ato qitapet tuja mu ka dhe një rrugë dalje tjetër? Jo dhe s'ka. Unë vet jam që i kam shkrujt ato. A ka qenë baba i djetarve kohës vet. Ku dhe mësoj ata? Mirë një derni kret. Pse ke ngull ka që kam derdhen kret to? Thët kjo është dënim për mu nga Allah. Dënim? Pse dënim? Unë këtë dënim, ka thonë, shikoni, unë këtë dënim e pres që 30 vjetë, elhamdulillah që merdi sot. Ku më bani gjina? Kjo më problemi. Për një gjina njeri u dul prej xheneti. Kush? Hazreti Ademi a.s. Edhe qëfar gjina ishte? Shumë i thjesht, e hangër një mall gabim. Një mall gabim. Një urdhër të Zotit e theu, e përzumë, me thjesht e përzumë, e nëzori prej xheneti. I bitu. Allah u tha, zripni. Kjo është një lloj e përzan me pi xheneti. I vetmi rast që Allah ka përzan pi xheneti është baba dhe nëna jon, Ademi dhe Hava. Ma nuk do të qese pi xheneti asnjë Allah. Kjo është definitivisht e qartë dhe e besueshme dhe mos kini gajle për këtë. Mos kemi gajle në fakt, krejt. Allahu prej xheneti ma nuk do qese asnjë. I ka qit një di veta. Amën për të na bën me dije një 7 miliard vetave, edhe 1 miliard e 700 milion muslimanëve që unë përderisa qita për një gjina, pi xheneti, Ademi dhe Havën, juve ndoshta për një gjina nuk ushtin xhenet. Edhe kështu mund të kuptohet. Ose për një gjina mund të ushtin xhenem. Unë pi xheneti ma nuk u qes, ama për një gjina mund mos ushtin xhenet. Njeriu për një gjina, shiko, me marë realisht, kjo është problem ekonomik. I Ibn Sirinit, mirë po, droja dhe respekti, edhe gajlja që mos e hidhroj Zotin, edhe pse ishtë çështje fikut, çështje jurisprudencës islame, thot, mirë një derni 600 bure se unë këtë dënim e pres që 30 vjetë. Çfarë gjina i ke ban? Thot, kam ban një gjina. Para 30 viteve i kam thënë një njeriut, o fukara. Vetëm për këtë, para të gjonë tjetëriq. Edhe atë natë nuk kam fjetë gjithë natën, e pash që jo gjina. Se kur i thash o fugara, njeri u mërol, u mërzit njeri ju. I ka thamë para 30 vjetë dhe dikuj, o fugara, ose në këtë formë, diçka amën që ka aludu në fugara. Ne kemi disa shpreje tjera, o skame, ne e përbdorim ta. Kuj e bo o skame, o fugara. Këtë, e parë që njeri u mbërzit, shikoni, edhe në qofë se mbërzisim dika, mund na vjeni në një dënim prej Allahu xhashanu. Kini kujdes. Dikush në qofë se një nat e kalon pa gjumë, shkaku i fjalës tënde të keqe, ki kujdes. Ndoshta në një dënim mund të vinë dikur të ti. Lejse bejnë el madhlumi wallahi bejnë huma hijabun. Thot pejgamberi alayhis salam. Mes atij që i është bërë zullum, edhe mes Allahut nuk ka të perde kur ai bën dua kundër te. Ki kujdes.
Edhe ky njeri Ibn Sirini thot i urnoi ti derdhin 600 burrët e u knaq shumë bile u knaq. Shqi Zoti që na pru dënimin edhe inshallah më ka pastru prej atij gjinait. Unë në fund ka ende për të thënë, mirë për nuk do që lodhi shumë, lusë Allahu xhaleshanu u xhelalu sinqerisht na i fal gjitha gjinahet tonë inshallah, na uzoj rinin tonë inshallah, na i mëshiroj pleqët tanë, ti shëroj të sëmurit tanë, ata që janë bërë për rahmet apo që kanë shku botën tjetër inshallah, Allahu lehtëson qëndrimin e tyre në përvareza, ringjalljen tonë e lehtëson, fundin e botës tonë apo jetës tonë e bën që të dalë shpirti nga trupat tonë duke thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ولله الفاتحة. الله أكبر الله